Dhe jemi rikthyer në studio me të ftuarin tonë të radhës, është zotëri Orli Zhubi, këngëtar me cilin po flasim për këngën dedikuar kryeqytetit. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit për juve. Se zgjodhët Prishtinën, jo një vajzë të bukur Prishtinë. Pa i kemi bo këngë edhe për vajzë, po kësaj radhe me srasë është dita e çlirimit Prishtinës edhe vendosëm kështu si spontanisht. U lidhë dhe me datën e çlirimit dhe vendosëm mos edhe vetë jam këtu lindë rrinë Prishtinë. Bukur, një këngë që i dedikohet kryeqytetit. Kur ishte momenti që vendosët të krijoni diçka të kësaj natyre? Pa me tregu drejt, unë jam të realizu një album me 16 këngë, edhe krejt spontanisht me bashkëpunëtorët e mi, me tekstshkruesin e, domethënë me njerëz që marrin pjesë, vendosëm njëra prej këngëve kjo e Prishtinës, edhe masi ke dita e çlirimit vendosëm që me realizu me videoklip. Dhe kur jemi tek videoklipi, nuk mundem mos me përmend mikun tim, Besart Galizën, me cilin keni realizu krejt këtë projekt që na e prezanton Prishtinën në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë. Me Besartin njihemi domethënë prej shkollës mesme, edhe jemi shokë. E keni këtë dashnin për Prishtinën. Po, për Prishtinën përbashkët, edhe tu bisedu, thash edhe njerë spontanisht, Besart apo bojmë edhe çka është karakteristike e kësaj është që është realizu komplet me telefon, 90%, 90% me dron. Kështu që kemi gjetë do lokacione që janë si kështu si simbolet Prishtinës, edhe në aspektin e Prishtinës më të vjetër klasike, edhe në aspektin modern, do më kemi bu një kombinim. Ishte e vështirë të identifikoni të gjitha këto vendet, mbeti diçka pa e përfshirë, sepse Prishtina është vërtet e madhe dhe ka shumë elemente të... Me një këngë, si me thonë 3 minuta, diçka është problem mi përfshirë gjitha, po besoj që një 80% s'ka kemi dashur të kemi bu. Kënga, sa kam informacione, është publikuar dje me 11 qershor. Do doja të dinim pak për komentet që ke marrë, çfarë thonë ata të cilët njohin muzikën edhe këngën tënde, që kanë parë klipin. Komentet kanë qenë, shumica kanë qenë normal pozitive, sidomos prej mërgjimtarëve, të marrë parasysh edhe tekstin, e ka shkruajtur një shok i imi, që faktikisht e ka si hobi, por është të shkruar shumë i mirë, i Ilir Munishi, cilin e përshëndes, edhe si koncept e ka bërë që faktikisht me i shkrujt Prishtinës prej një aspektit si mërgjimtar më shumë. Po, që ashtu. Si dikush që ka kujtime për Prishtinën, po që i këndon prej jashtë. Kështu që edhe komentet kanë qenë pozitive, sidomos prej mërgjimtarëve. E qartë, më përmendet një album me 16 këngë. Do t'jenë të kësaj natyre këngët, apo jo, janë kombinim, ka dhe ritmike, edhe faktikisht karakteristikë është se është një sasi e madhe këngëve, do më thonë gati, si me thonë 2 albume me një vend. Në fakt është të bëj bie. Po, që faktikisht i kom donë 4 stinë, 4 sezone, kështu që ka dhe verore, ma ritmike, ka dhe natyre vjeshtës, dimrit e tjerë. Albumi meriton të ketë një laramani të tillë. Po, që ashtu edhe komendu si koncept, po. Tani, cilat janë pritjet e juaja saj përket kësaj këngë? Kur them pritjet e juaja, nuk kuptoj për shembull Te Fontana në Ulpion, këngën e Sabri Fejzullaj, këngë e jashtëzakonshme. Ajo i ka mbjetuar kohës dhe unë konsideroj që do t'i mbjetoj gjithmonë. Keni pritje të tilla edhe për Prishtina? Pa i besoj që po, tu e llogarit që kam pritë gjithë mirë, edhe thashë karakteristika është që pe përsërisë njerë që u punu diçka me një pak më ndryshe se këto që kanë qenë deri sot. Kështu që prishmërit normal që janë të larta. Dhe albumi sigurisht do t'jetë kulmi këtij viti për punën tuaj, po kjo nuk na le të nënkuptojmë që ju nuk po punoni në diçka tjetër, në projekte të tjera. Ndoshta edhe këngët që keni t'i sjellni me klipe të reja. Po, unë mendoj që në njërën prej këtyre sallave koncertale ta prezantoj dhe ta promovoj albumin. Disa prit live, po, me një 5-6 instrumentist, se normal që edhe këngët janë ka laramani, për shumë ka instrumente që janë ma karakteristike. Më i me thonë një 7-8 instrumentistë janë përfshinë gjithë, kështu që mendoj që Deri Kavera, Korriku Gushti me promovu. Cili ka qenë komenti më i mirë që ke marrë për Prishtina? Komenti më i mirë, një farmënyre që edhe më ka bu mu një dhe mirë, për njëjtën kohë është për një qikës tezës që jeton atje në Vjenë, që thamë kishtime me qajt, që shumë ki emocionu që më kishtime me qajt, që një farmënyrë edhe merë mirë se që ajo ka qenë, nuk është qëllimi mishti njerës me qajt, për në atë aspektin e mallëngjimit. Për njerës që kanë kujtime, si me thonë që janë lindë dhe janë rritë tu. Orli, isha shumë e lumtur që të patëm sot në Pombojnë, për gëzoj, për këngën, për albumin. Dhe pse jo, lëm takim në herat tjera në takimin tonë pas ditës. Faleminderit shumë për ju, faleminderit për